Kemi parë dje paraqitje në burg të Sarkozys, të ish presidentit francez. Është në fakt një rast i pandodhur më parë në historinë e Francës një president të dënohet me burg. Ka një çudi në gjithë këtë, sepse Sarkozia faktikisht është dënuar sepse dy vete janë paraqitur te një nga kaporionët e Muammar Gaddafit dhe kanë kërkuar para për fushatën elektorale. Bëhet fjalë për para të cilat asnjëherë nuk janë vërtetuar që janë dhënë nga Gaddafi. Kemi pra vetëm një takim të tyre dhe pastaj ka pasur edhe një kërcënim gjatë kohës që po ndodhin revoltat në Libi, ka pasur edhe një kërcënim nga një nga djemtë e Gaddafit, i cili ka thënë që neve do t'i paraqesim mbasi të shtypim kryengritën, do t'i paraqesim Sarkozys faturat e parave që kemi dhënë. Po në fakt gjykata franceze, prokuroria franceze nuk e ka dalë të gjej transferta të parave ose gjurmë të këtyre parave, bëhet fjalë për 5-6 milion euro, pra gjurmë të këtyre parave që të kenë cash, që të kenë kaluar në zotrimin e Sarkozys. Ndërkohë, Sarkozia është dënuar nga një gjykatë e shkallës së parë, pret apelimin e këtij vendimi, por duke u nisur nga një ligj francez i cili thotë që direkt mbas dënimit në shkallën e parë mund të fillojë vuajtja e dënimit, Sarkozia është paraqitur në gjyq. Më bëri përshtypje që Emmanuel Macron e priti paraardhësin e tij në zyrë, duke shprehur në një farë mënyrë një solidaritet njerëzor, dhe në krahun tjetër tha që vendimet e gjykatave janë të tilla. Gjithashtu ne pam që në momentin që ai po shkonte të paraqitej në burg, ai shoqëroi nga gruaja e tij, kuptohet, kishte mbështetës, por rrallë organe shtypi ju dhanë hapësirë mediatike mbështetësve të tij. E shoqja e tij e shoqëronte, ishte veshur me një veshje të errët, kuptohet nuk bën asnjë gestikulacion, nuk mbajtën asnjë fjalim, pati vetëm një reagim në rrjetin social X të Nicolas Sarkozy, i cili tha që e vërteta do të dalë më vonë dhe pastaj u paraqit në burg. Dua të vrej këtu që shumica të gjithë politikanët shqiptarë që përballen me drejtsinë të japin leksione nderi. Dua të kujtoj këtu Berishën, i cili për një akuzë Sarkozys si bëj fjalë të dënoi se pas ka shkuar dikush dhe ka kërkuar para në emër të tij, sepse dua të them këtu që treqerekt e gjobave që vihen në Shqipëri janë pikërisht zagar të cilët pretendojnë që kanë njohje me Berishën, me Metën, me Ramën dhe shkojnë vënë gjoba për hesap të tyre. Kështu që në këtë mënyrë është pak e vështirë të dënohesh. Në Shqipëri pa përjashtuar edhe rastet që vënë gjoba tamam për hesap të tyre. Kështu që është e vështirë që për këtë të dënohesh në Shqipëri. Megjithatë, ka akuza të rënda ose të drejtë për drejta, pra akuza si ato që janë bërë Berishës apo janë bërë Ilir Metës, apo politikanëve tjerë për të cilat me sa duket në Francë nuk do ta shikonin dritën e diellit, jo më të dënoheshin me 5 vjet burg. Ajo që të bën tjetër përshtypje është ligjërimi këtyre politikanëve të akuzuar çdo ditë në rrjetet sociale ose nga balkoni Berisha, siç e kishte mundësinë. Ajo që të bën përshtypje pastaj është solidariteti që gjejnë të njerëzit. Mua gjithmonë më ka bërë përshtypje solidariteti që gjejnë këtu hajdutët edhe gjobvënësit. Është për tu ambitur. Të fortë, ne jemi popull që adhurojmë të fortit, adhurojmë atë që na terrorizon. Është një rezistencë e pa shembull që të shkosh të rish 10 ditë poshtë, 10 muaj, më falni, poshtë balkonit të një tipi. Sigur edhe djalë tëndin ta kesh atë, apo ta ke nuk shkon e rrihet 10 muaj rresht. Më bën përshtypje ky lloj adhurimi që kemi për njerëz të akuzuar për krime nga drejtësia. Gjithashtu më bëri përshtypje qëndrimi Kala Brunit. Kala Bruni është një ndër modelet në kohën e vet më të kotuara botërore. Nuk e bëri Sarkozia, pse u martua me Sarkozin dhe u bë
Carla Bruni. Carla Bruni ishte e bërë. E vetë një gjë që bëri kur ishte me Sarkozy, ishte një album muzikor, të cilën edhe e promovoi, po e promovoi vetë, nuk shfrytëzoi emrin e saj, jo qenien president. Mandje duhet të them që në një farë mënyrë Sarkozia donte të përfitonte nga sharmi Carla Brunit. E megjithatë Carla Bruni mbajti një qëndrim le të themi të përkohur në momentin e shoqërimit në burg të burrit, por edhe më përpara. Nuk doli asnjëherë të reklamonte, të bënte parad mode apo të bënte gallat me gazetarët, siç bëjnë shumë gra të politikanëve shqiptar. Unë mendoj që nga njëherë edhe në fatkeqësi jepen mësime. Edhe rastet të shëmtuara, si që janë ato për cilat akuzohet Sarkozia, japin mësime se si duhet të sillesh. Në një anë kemi një Sarkozy i cili përballoi me dinjitet gjithë procesin kundër tij, një proces, pra e thash, i cili në Shqipëri as që mund të bëhet fjalë të hapi, dhe nuk pam një Sarkozy që dhe ligjëronte nga balkoni i shtëpisë. Prandaj neve edhe nuk na marrin për popull normal, na trajtojnë në mënyrë qesharake bota. Ose një tjetër që bënte stërvitje, bënte palesën, ngjitej maleve e shkrepave, hidhej në ujë. Apo të tjerë që rrinë bëjnë apologjin e akuzave të tyre, në një kohë që burr shteti shkon e përballohet me gjykatën. Mendoj që ishte një mësim i madh, po jo për politikanët shqiptarë, tyre s'kemi ç'u bëjmë. Është për neve si popull. Është për neve për të parë se mund të jesh edhe i akuzuar, mund të jesh edhe kriminal, por ka një mënyrë burrore dinjitoze për të sjellë. Ka edhe një mënyrë lapërdhare, dhe kjo mënyra lapërdhare në fakt që sillen këta tanët na vënjollën e zezë neve si komp. Ose mbase vlen ajo që thonë që çdo politikan përfaqëson popullin e vet, përfaqëson edhe mentalitetin e popullit, dhe ndoshta kështu jemi ne të gatuar. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, dritarët, dhe të kanalit Rodina Gjunga. Faleminderit.